taksës grabitqare të Edi Rams në litrën e naftës. Në orën e thirrur u paraqitën vetëm 10 qytetar. Absolutisht çdo shqiptar, pavarësisht nga bindjet e tij, është prekur nga rritja e çmimit të naftës. Po pse nuk pati pjesëmarrje në një protestë të thirrur nga shoqëria civile? A ka pakënaqësi midis shqiptarëve? Po, ka pakënaqësi dhe të madhe shumë. A janë çmimet e naftës në Shqipëri më të lartat në Europë? Po, ato janë ndër më të lartat në Europë dhe në botë. A janë rrogat e qytetarëve shqiptar më të ultat në rajon? Po, ato janë sot rroga dhe pensione më të ulta në rajonin tonë. A është taksa e Ramës mbi litrën e naftës në Shqipëri taksa më e lartë në botë? Po, dhe këtë askush nuk e don, por askush nuk e mohon. Atëherë përgjigjja është ajo që opozita e ka ngritur në mënyrë të përsëritur vitet e fundit dhe që banalistët, kriptoramistët e fshehin nga ju, e fshehin nga shqiptarë. Shkaku i asaj proteste është frika të cilën ka ngulur gjerë në palcë të shqiptarëve. Njerëzit nga Afrika nuk guxuan të dalin në protesta për të mbrojtur interesat e tyre. Edi Rama me sistemin e patronazhistëve, me presionin mbi punojësit dhe familjet e tyre, me arrestimin e 10.000 qytetarëve për faturat e dritave dhe të ujit, me diferencimin politik të tipit të një pushtuesi, me propagandën e tij toksike që shpërndahet nga mediat kryesore të kontrolluara prej tij, ka instaluar një lloj si etrit e tij të mëparshëm frikën tek shqiptar, duke i kërcënuar ata me vendin e punës, me falimentimin e biznesit, me falimentimin e fermave, shkurt, duke i kërcënuar ata me kafshat në gojës. Mirë po, kjo tregon se në Shqipëri ka vetëm një forcë që sot mbarë jo vetëm idealet demokratike të mbarë shqiptarëve, por përfaqëson guximin shqiptar. Ka vetëm një forcë që sot qëndron e pamposhtur ndaj sulmeve të egra të narkoshtetit. Ka vetëm një forcë që sot ngrihet mbi frikën dhe dhunën në betejë për interesat, për dinjitetin e shqiptarëve, liritë e tyre. Dhe kjo forcë është Partia Demokratike. Ndaj dhe unë, për mundin, sakrificën tuaj, për guximin dhe shpirtin e pamposhtur, por sidomos për shërbimin ndaj kombit në këtë kohë të vështirë, kam falënderimin më të madh, nderimin më të sinqert për ju, misionar të vërtet të shpëtimit të Shqipërisë. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Të dashur miq, këtë javë banalist, sanëlpirs, puthador të shumët të regjimit kanë vërshuar në studiot e mediave të kontrolluara nga Rama me tezën se opozita shqiptare nuk ka fuqinë e opozitës së Hungarisë.
e cila solli rotacionin mbas 16 vite pushtet të Fidesit në atë vend. Por miqtë e mi, ka një ndryshim thelbësor midis opozitës në Hungari dhe opozitës në Shqipëri, që nuk e përmend fare mafja e zez e fjalës së lirë, e cila trillon, manipulon, mashtron 24 orë mbi 24 orë, 7 ditë në javë, opinionin publik për të mbrojtur padrinën e tyre, regjimin që ju ushqen. Ata për t'ju mashtruar, për t'ju dëshpëruar ju, krahasojnë të pakrahasueshmet. Në Hungari nuk u arrestuan ndonjëherë liderët e opozitës në vitin zgjedhor, siç ndodhi në Shqipëri dhe në Tunizin e Zayedit. Nuk u mor vula dhe logoja e partisë kryesore opozitare me urdhër politik. Në Hungari, qeveria nuk shpërndau 100 euro për çdo pensionist për të blerë votën në mes në fushatës elektorale, siç bëri Edi Rama në Shqipëri. Në qytetet e Hungarisë, votën e qytetarëve nuk e kontrolluan kartelet më të mëdha dhe më të rrezikshme në Europë të drogës, siç e kontrolluan ato votën në qytetet e Shqipërisë, në Durrës, Elbasan, Lushnjë, Fier, Shkodër, me miliardat e tyre të krimit. Në zgjedhjet në Hungari, qeveria nuk fali gjoba dhe kamatat e 10 viteve prej 2 miliard eurove 2 ditë para zgjedhjeve, siç bëri narkodiktatori i Tiranës në zgjedhjet e fundit. Në Hungari, mediat komerciale më të shikuarat në vend ishin të rreshtuara në anën e opozitës dhe TikToku nuk u bllokue, kurse në Shqipëri 90% në Shqipëri, në narkoshtetën e parë dhe të vetëm në Europë, 90% e mediave të kontrolluara nga Edi Rama u kontrollohen nga Edi Rama dhe mbjellin çdo ditë censur, mashtrim, manipulim, trillim për opozitën. Atje TikToku nuk u bllokua si këtu.